Do të rikthehemi sërish me punimet e seancës plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Me partinë, me administratën publike, është faktuar shitblerja votës, është faktuar fenomeni i intimidimit të administratës publike, janë faktuar roli patronazhistëve, është faktuar fakti që gara nuk ka qenë e barabartë, është faktuar shkelja e ligjit dhe për këtë arsye kjo është një çështje madhore që mendoj do duhet ketë edhe adresimin e kësaj salle të Kuvendit në seancën e ditës sotme. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla. Për ne nuk ka asnjë surprizë e gjithë kjo lojë e cila është bërë publike nga mediat për vendimarrjen tuaj për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Kemi rënë dakord, zoti Blushi Kuvajti, se thej që lejoni debatin. Kemi rënë dakord për zhvilluar 12 orë e gjysmë debat. Është kështu apo jo? Pra 12 orë e gjysmë debat. Kemi rënë dakord për këtë. Që ta dëgjojë edhe populli dhe pastaj ai na gjykon. Kemi rënë dakord sipas rregullore, sipas manualit dhe janë depozituar të paktën për 2 pikat e para të rendit ditës 25 edhe 57 82 pyetje, se të paktën me matematikën jemi më mirë se ju. 77. Kështu që për gjitha këto kemi dakordsi të plot. Dhe sa i përket pyetjeve, u sqarua më së miri, sepse imagjinoni 82 pyetje herë 3 minuta që të prezantosh ti një pyetje, i bie 246 minuta ose 4 orë e pak. Ndërkohë që merrni proces verbalin e konferencës kryetarëve, se ju keni një problem shumë madh. Ju bini dakord për të mos rënë dakord. Kemi rënë dakord, e keni sjell edhe me shkresë, verba volant scriptum manem thoshte latini, e keni sjell edhe me shkresën tuaj, dakordsinë për kohën e debatit, dakordsinë edhe për pyetjet. Pyetjet dhe i keni sjell, shumë faleminderit. Tani për ta sjell seancën në shinat e rregullores. Në mungesë të kryetarit të grupit, zoti nën kryetari i grupit, më lejo të të them se bazuar në rregulloren e Kuvendit 103, kjo është rregullore. Ftesa juaj, kërkesa juaj për të shkelur rregulloren as sot, as nesër, as pas nesër, as pasi muaj nuk do ta marrë dakordsinë tonë. Prandaj i nderuar zoti drejtues seancës kryetari i Kuvendit, bazuar në nena 49 dhe 52 të rregullores, kërkoj 15 minuta pushim për një bisedë bashkë me ju dhe 2 kryetarët e grupeve prezent. Në rast se nuk do të kemi dakordsinë tuaj për të vijuar, ju bëjmë dije se bazuar në 49 do të kërkoj ndërprerjen diskutime dhe kalimin votim. Faleminderit. 15 minuta pushim.